Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së peshorës. Do bëjmë leximin e radhës të dashur, por kur kam hapur letrat, pyetja ime ishte: po apo jo? Për çfarë do lloj dëshire, përmbushje, synimi, qëllimi që keni të dashur, pyetja është po. Do ja dilni, do arrini, do realizojni apo jo kësaj radhe. E kaluara, e tashmja, pengesat dhe e ardhmja. Me të kaluarën filloj me magjistarin. Në të kaluarën peshorja ka pasur vërtet një fuqi të krijojë, të dashur, të krijoni mundësi, aftësi dhe shanse për të bërë diçka që dëshiron të ndodhte. Kjo le të tregon një periudhë ku gjithçka ishte e hapur, por edhe me tendencë për të pasur më shumë kontroll, do të thoja të dashur. Më shumë kontroll. Ka ekzistuar aftësia për të manifestuar, por ndoshta jo gjithmonë me një lloj ekuilibri, të dashur peshor. E tashmja është një fazë apo një letër qetësie e durimit dhe bashkimit të kundërtave. Peshorja është duke kërkuar në fakt harmoni me zemrës dhe mendjes, të dashur peshor, mes dëshirës dhe logjikës. Kjo është një letër që thot: prit pak, po balancon gjithçka, mos u nxito. Pengesa të dashur peshor është 6 monedhës. Tregon pabarazi, jep më shumë se sa merr, ose merr më shumë se sa jep. Kjo energji sjell frustrim, ndjenjë të pashpërblyer, apo ndjenjë jo kënaqësisë, ndonjë raport që nuk është i drejtë. Peshorja duhet të mësoj të mos i jap gjithë energjinë e saj tek ata që nuk e vlerësojnë. Të dashur peshor, dhe kjo është pengesa juaj për të arritur atë pon. Duhet të jemi të balancuar, absolutisht, të marrim gjithmonë apo të japim aq sa dhe marrim. E ardhmja që është kalorësi i shkupive, energjia rinjallet dhe më bëj qefi të dashur peshor, ka lëvizje, veprim, pasion dhe vendosmëri. Kjo letër tregon se sapo peshori të rifitoj ekuilibrin e brendshëm, ajo do të veprojë me zjadë dhe të arrijë atë që dëshiron. Do të thotë të japim dhe të marrim, nga që aty qëndron pengesa juaj. Përgjigjja për peshorin po apo jo, po, pa diskutim, por pas ekuilibrit. Po, ajo që kërkon mund të ndodhë, por vetëm pasi peshori të rivendos barazinë midis dhënies dhe marrjes. Nëse energjia është e balancuar, universi i përgjigjet me një po të fortë, të dashur peshor. Këshilla që mund të jap këtu, pra, siç e thash, mos i jep më shumë se ç'merr. Bëj çdo gjë me qëllim të pastër, por mos sakrifiko veten për të ruajtur paqen. Kur të gjesh mesataren mes durimit dhe veprimit, poja do të vijë natyrshëm. Pra, të japim aq sa marrim, apo të mundohemi të mos marrim gjithmonë, apo vetëm të mos japim.